Si t'i zbardhni dhëmbët vetëm me 2 përbërës natyral. Shpenzimet globale në produktet e zbardhjes së dhëmbëve arrin në miliarda dollar në vit. Zverdhja e dhëmbëve është një pasojë e stilit të jetesës tonë stomatologët. Sipas tyre, duanpirja, kafeja dhe çaji janë shkaktarët kryesorë të zverdhjes së dhëmbëve. Ushqimet dhe pijet me ngjyrë të errët si vera e kuqe, rrushi, buronica, shegët mund të ngjyrosin dhëmbët, sepse përmbajnë substanca që ngjiten në smaltin e dhëmbëve. Zverdhja e dhëmbëve mund të jetë një nga shkaqet e sëmundjeve dhe problemeve të ndryshme. Nëse larja e dhëmbëve 2 herë në ditë dhe përkujdesi për to nuk zgjidh këtë problem, atëherë merrni në konsiderat këto alternativa. Soda e bukës është një përbërës shumë i mirë që mund të përdoret për zbardhjen e dhëmbëve, gjithmonë te dhëmbët e shëndetshëm dhe pa probleme siç mund të jenë dëmtimet e tyre. Aplikimi i sodës së bukës në pastën e dhëmbëve të paktën një herë në javë mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë. Tregoni të vëmendshëm, mbani një higjenë më të mirë orale.